Peshku dhe prodhimet e detit zën një vend të rëndësishëm në tryezat e vlonjatëve, kryesisht preferojnë produktet e freskëta, të cilat mbrijnë në ambientet ku dhe tregtohen nga rjetat e peshkatarëve. Në Vlorë, produktet e detit janë një preferencë e hershme e vlonjatëve të rritur padyshim me detin, por në vitet e fundit interes tregojnë dhe të huajt, të cilët vinë për pushime apo dhe ata që jetojnë në Vlorë. Për Blu Televizion, peshkatari Arben Xhaxho, ndërsashtë dhe në një moment pune tregon se vlonjatët, por dhe qytetarë nga rrethet e kryesisht të huajt kanë mjaft interes dhe konsumojnë peshkun dhe prodhimet e detit. Preferojnë produktin e detit, por dhe peshkun e egër. Sa prezent është peshku dhe prodhimet e detit në familje vlonjate? E konsumojnë, e marrin? E marrin. Sa herë? Vinë, ditë në javë. Çfarë kërkon më shumë? Çfarë produkti? Po marrin çdo lloj kërkalec, koce, qefu, të gjithë. Kërkojnë më tepër prodhimin e egër të detit apo të detit edhe të kërnetës të nartës. e duar? E duar shumë. Po të huaj ka? Të huaj ka shumë. Jesh masë, dhe ata marrin. Marrin ata që s'marrin shumë, po nga 2-3 copë shumë. Çfarë lloj marrin? Marrin kërkaleca, marrin, domethënë ata që janë rusë, janë shumë, marrin kërkaleca, marrin tono, marrin holo, i marrin. Po jo shumë, të rafë. Çfarë zgjedhin konsumojnë më shumë? Kush? Vlonjatët. Vlonjatët, po marrin dhe një kështu dhe një koce, dhe një kërkalec, dhe një sardele. Kupton, janë të gjithë një kështu. Ata që kanë marrin. Për qytetarët e Vlorës, peshku është një traditë që nuk mund të mungojë në tryezat e tyre. Zgjedhjet janë edhe sipas buxhetit, ku pensionistët e kanë pak më të vështirë për të marrë për herë, e megjithatë ka shumë të tjerë që mbi të gjitha në këtë periudhë preferojnë edhe 2 a 3 herë në javë. Fakti që e njohin peshkun, preferojnë produktin e detit apo atë të gjolit të nartës. Sa konsumojnë vlonjatët peshkun ose prodhimet e detit? Pjesa e madhe i përdorin. Sidomos këtë periudha që qefi peshku i gjolit dhe nartës, ja ku direktor, shumë i mirë. Atë çmimi shumë i arsyet, 6.000 lekë. E kanë konsumuar dhe përpara apo Rallë, kise çmimi shumë përbën njerëz shumë shtrenjtë e këto tjera. Pastaj tash këtë periudhë themon që presioni vetë që ka shumë. Sa prezent është në tavolinat tuaja peshku? Në sa herë një javë zakonisht? Pak në 2 orë në javë unë e marr. Unë si person. Në përgjithësi konsumojnë shumë. Unë të paktën e dua 2 herë apo 3 herë në javë. Të tjerët dikush më shumë, dikush më pak. Çfarë preferojnë më shumë vlonjatët? Nga lloji i peshkut apo çfarë lloj preferojnë më shumë? Në përgjithësi është peshku freskët. Ajo konsumohet më shumë, se ka dhe peshk që vjen nga jashtë, po vlonjatët e njohin. Apo prodhimet e detit në familjen tuaj? Unë konsumoj 1-3 muaj. Agje kanë 560.000 lekë. Po vlonjatët e marrin, e përdorin? Po, ata që e përdorin, ata që kanë. Sa ta marrë të hashtë 30.000 lekë është shumë i mirë. Po unë se konsumoj, do të zonë 30.000 lekë pensionar. Çfarë peshku preferojnë tepër? Sardelja që është i vogli, kush me i liri. Peshku, vlonjatët kokën të peshku ka. Janë qytet i peshkut. Juve vete konsumoni? Po, jo, moro. Sa herë një javë? 2 në javë, 3 në javë. Sidomos tash në këtë periudhë edhe 3 herë. Garit e largoj pak. Kjo është periudha ku ka prodhim? Jo se ka prodhim, po. Gjatë garit edhe si ndajnë se s'para të rikje. Tash një sezoni i peshkut të jetë më shpejt. Kështu peshku dhe prodhimet e detit zën një vend të rëndësishëm për herë në tavolinat e vlonjatëve. Interes kanë shumë qytetarët vlonjat, ndërkohë që vitet e fundit vije të re dhe një interes në rritje i shtetasve të huaj.